Përshëndetje, si jeni, sot do të kemi një koktejl krijimtari e nxënësit tonë. Le ta shohim se çfarë ai po përgatit. Kemi shakerin të mbushur plot me akull. I hedhim 30 ml amaretto ose disaronno, 20 ml triple sec, frut pasion, vazhdojmë me 60 ml lëng borronice, pas mbyllim shakerin edhe e shakerojmë. Hurriken. Nxënësi jonë sa po mori një gotë hurriken, e mbushi plot me akull, edhe tashmë po hedh koktejlin, i cili nuk e dim se si do e quaj, ai është një koktejl krijimtari e atij vetë.